Çdo mëngjes hani një lugë mjalt me hithra esëll për 30 ditë, ju do të ndjeheni sikur të ishit 20 vjeç. Hithra është një barishte e egër që ka shoqëruar tryezat shqiptare për shumë breza me radhë. Kjo bimë që i reziston të ftohtit është një nga dhuratat më të mira të nënës natyrë që i ka dhuruar njerëzimit. Ajo është e pasur me vitamina, minerale, gjithashtu dhe antioksidantë. Fal tyre, hithrat përmirësojnë qarkullimin e gjakut, luftojnë infeksionet, forcojnë gjithashtu imunitetin, mbrojnë qelizat kundër radikaleve të lira dhe përmirësojnë edhe shëndetin e lëkurës, gjithashtu edhe atë të flokëve. Në këtë video do ju sjellim se si të përgatisni një shurup me bimën e hithrës dhe mjalt edhe ta shoqëroni atë për të mbajtur organizmin tuaj më të fortë, sidomos kundër problemit të kyçeve, kollës dhe të ftohurës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Si të përgatisni këtë recetë të shëndetit të mirë me përfshirjen e hithrave në të. Ky tonik i rëndësishëm për shëndetin përgatitet nga hithra në kombinim me mjaltin. Mjalti njihet për aftësinë e tij për uljen e niveleve të kolesterolit, tensionit të gjakut, përmirësimin e shëndetit të zemrës, lëkurës, stomakut dhe uljen e sheqerit. Fal pasurisë së madhe të ekurit dhe vlerave të mjaltit, kjo recetë është jashtëzakonisht e mirë për njerëzit që vuajnë nga mungesa e ekurit në trup, reumatizma dhe artriti. Kjo recetë ndihmon kundër kollës, astmës dhe problemeve të ndryshme të lëkurës. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë 40 deri në 50 gjethe hithra të freskët, 200 deri në 250 gram mjalt. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm në përgatitjen e kësaj recete, filloni gjithashtu me hapat e realizimit të saj. Pastroni dhe lani hithrën me ujë të ftohtë derisa të largohen papastërtitë. Shtypini hithrat ose i prini në grimca të vogla dhe i vendosni në kavanoz. Hithra duhet të mbushet 1/3 e kavanozit dhe sipër tyre duhet të hidhni mjaltin derisa kavanozi të mbushet plot. Mbylleni kapakun dhe kavanozin e tunnni disa herë që përbërësit të përzihen me njëri tjetrin. Më pas e mbani kavanozin në frigorifer. Mbajeni në frigorifer për 30 ditë dhe sigurohuni që çdo ditë ta tunnni kavanozin. Pas 30 ditëve filtroni masën e mjaltit dhe hithrave dhe përfitoni shurupin të cilin mund ta ruani në frigorifer. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një lugë gjethe të këtij shurupi çdo mëngjes me stomakun bosh për 3 javë. Gjatë konsumit të recetës do të vëreni se si do të përmirësohet mirëqenia juaj, do të ndiheni më energjik dhe më të përqendruar. Njerëzit që kanë dhimbje të kyçeve dhe të kovullës mund të vërejnë një paksim të ndjeshëm të simptomave të tyre. Kjo është një recetë mirë lehtësuese që me kalimin e kohës mund të kthehet në një aleate mirë për organizmin dhe rritjen e vlerave të imunitetit. Por nëse merrni medikamente të caktuara, është më mirë që të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se të shtoni hithrën në dietën tuaj. Hithra është një bimë e cila mund t'i japë shumë vlera shëndetit tuaj, ndërsa i nevojiten vetëm pak. Përfshirja e saj në dietën tuaj të përgjithshme mund të ndihmojë kundër një sër komplikacionesh. Persona të përfshirë në studim vunë re se aplikimi i pastës së hithrave të shtypura i qetëson të gjithashtu edhe dhimbjet e kockave të tyre. Në vendin tonë hithrat janë të përdorura si në gatime, ashtu edhe në trajtime natyrale të shumë komplikacioneve, dhe gjithashtu rezultate të mira jep edhe në lehtësimin e tyre. Kjo bimë është përdorur prej shekujsh për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluri. Hithra, falë vlerave diuretike, është përdorur gjithashtu edhe në trajtimin e problemeve urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar gjithashtu lëngjet e tepërta të organizmit, duke lehtësuar funksionin e zorrëve dhe qarkullimit të gjakut. Por së fundmi një studim i kryer nga Universiteti Plymouth doli në përfundimin se hithra mund të përdoret edhe për lehtësimin e simptomave të tij. Por së fundmi, persona të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbjet e nyjeve të tyre u lehtësuan në ndjeshëm. Gjithashtu ata vunë re se dhimbjet ishin më të pakta gjatë trajtimit me hithra. Por përse funksionon kjo recetë kundër problemeve të artritit? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesi sipas Arthrit Today, dhimbjet e personave që vuajnë nga artriti qetësohen pas një përmbajtje të lartë të serotoninës dhe histaminës.
Këto dy substanca janë neurotransmetues të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes. Nga ana tjetër, kur ithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur ose çajit, uvurese arrinte të paksonte gjithashtu acidin urik në trupin e tyre. Hithra është një bimë fantastike që i nevojitet vetëm pak dhe ndikon pozitivisht gjithashtu në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Gjithashtu, metoda e parë e trajtimit është ta aplikoni direkt në zonën ku keni probleme dhe ta lini ashtu për disa minuta. Në mënyrë të tillë, hithra do t'jap rezultate fantastike në lehtësimin e komplikacioneve tuaja, gjithashtu edhe në përqindjen më të mirë të vlerave të trupit. Hithra është një nga barishtet më të mira për shëndetin dhe për organizmin. Pavarësisht gjithashtu nga vetitë e saj, ajo duhet të përdoret me kujdes. Ekspertët bëjnë me dije që nëse jeni duke marrë medikamente të caktuara, përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu kundër indikimet që ato mund të kenë. Hithra rritet kryesisht edhe në vendin tonë. Ajo gjendet kryesisht duke u bazuar në pjesët me lagështi siç janë buzë lumenjve, lëndinave ose edhe buzë murreve të shtëpisë. Fijet e holla të hithrës çlirojnë acid formik, një lëndë që shkakton inflamacion në lëkurë i cili mund të zgjasë për 12 orë. Rrjedhimisht, hithra duhet të mblidhet nëpërmjet përdorimit të dorezave, rrobave ose produkteve të cilat e mbajnë lëkurën më të mbrojtur kundër edhe djegjeve të saj. Hithra është e mirë kundër pamjaftueshmërisë së hekurit në organizmin tuaj. Hekuri është një nga mineralet më të domosdoshme për shëndetin e njeriut dhe përdoret në shumë procese të metabolizimit. Ai është i rëndësishëm gjithashtu edhe në formimin e hemoglobinës, proteina që transporton oksigjen në çdo qelisë të trupit. Njerëzit që nuk konsumojnë mjaftueshëm hekur në dietën e tyre janë më të predispozuar që të preken nga anemia. Kjo sëmundje mund të shoqërohet gjithashtu me ndjenje të lodhjes, dobësi, vështirësi në përqendrim, luhatje temperature dhe gjithashtu edhe çrregullimet të imunitetit. Hithra është e pasur me nivele shumë të mira të hekurit në përmbajtjen e saj. Një studim i kohëve të fundit në Universitetin Bastri në Washington të Shteteve të Bashkuara vonëre se hithrat duhet të konsumohen rregullisht nga njerëzit që kanë nevojë për hekur në dietën e tyre ushqyese. Për më tepër, hithra përmban gjithashtu nivele shumë të mira të vitaminës A, të vitaminës B, vitaminës K1, gjithashtu dhe vitaminës C, të cilat do ta ndihmojnë në trupin tuaj të përthithet sa më mirë nivelet e hekurit. Se gjithashtu rrënja e bimës së hithrës mund të jetë një ndihmë shumë efektive në luftën kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit tuaj. Hithra mund të gatuhet si barishte, ajo vlohet dhe konsumohet në sallata ose përfshihet gjithashtu edhe në gatime të brumit. Hithra duhet të mbledhet nga vende të sigurta që janë të pasura dhe nuk përmbajnë pesticide. Ajo mund të rritet në natyrë dhe është më e shëndetshme që të përzidhet në këtë formë. Çaji i hithrës mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Për çajin e saj mund të shtoheni edhe ujë të freskët në përgatitjen e saj. Në kombinim me mjaltin në fund do të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Hithra është përdorur ndërshekuish për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por edhe jep përfitime të tjera. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër, hithra përdoret për të luftuar zbokthin, për të hequr yndyrën e tepërt nga floku. Sot në Gjermani, hithra njihet gjithashtu si një bimë e mirë medicinale kundër problemeve të ndryshme siç janë edhe ato të prostatës. Ajo gjërësisht përdoret për përgatitjen e shumë recetave dhe ilaçeve kundër inflamacioneve, gjë që e bëjnë atë një bimë shumë të dobishme kundër këtyre komplikacioneve. Rrënjët e hithrave mund të përdoren gjithashtu edhe për shëndetin e flokut dhe mos nguroni që t'i keni pjesë të recetave tuaja ditore. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.